Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se fushata zgjedhore në 5 bashkitë pa kryetar do të fillojë më datë 1 nëntor. Gara do të zhvillohet për 5 bashki të vendit: Vlorën, Beratin, Matin, Cerrikun dhe Tepelenën, ndërsa Tirana do të duhet të presë gjykatën kushtetuese, e cila do të mbajë seancën publike për të shqyrtuar kërkesën e Rion Veliajt në 31 tetor. Sipas njoftimit të KQZ-s, kandidatët e partive për postin e kryetarit të bashkisë duhet të raportojnë të gjitha veprimtaritë me karakter publik që planifikojnë të zhvillojnë në periudhën 25 tetor deri më datë 9 nëntor. Partitë politike që synojnë të marrin pjesë në garë duhet të paraqesin kërkesën për regjistrim si subjekte zgjedhore deri më datë 14 tetor, që është afati i fundit të ligjor, sipas njoftimit të Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve. Deri më tani, Partia Socialiste, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Shqipëria Bëhet janë 3 subjektet politike që kanë dorëzuar kërkesën për regjistrim pranë KQZ-s, ndërkohë Partia Demokratike ka depozituar kërkesën për regjistrimin e anëtarëve të saj në Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve KZAZ.